Përshëndetje njerëz, mirë se vini në kanalin Ati Tesla. Që që dinin këtë kanal për kere elektrike, posaçërisht Tesla, vloga, e kështu me radhë. Po, këtë herë s'ku mujt me bë vlog. Pse jemi kanë për pushime, sene, ja fillova me punës mas pushimit, shkoj pushimi, tanë vitin po punojna për qatë pushim, tani për 2 javë, 3 maksimum po shkon, edhe prapin fillim. E qa ka të rejnë këtë video, është se deshta me ju kalzu që ja kom nisë edhe me TikTok. TikTokin kur s'ma ka dash dyqysh, po janisa mi postu do klipet vogla, edhe qa që bo nami, sa që këtu YouTube shumë jeni turti jo, ha? Katastrof, halakon për shkon. I bona do video interesante me Teslën, qështu mi njoftu njerëz se qysh tek, shka ka, ato që kanë Tesla e din, ato që s'kan edhe dojnë dë njëherë me blen, ja, mi pas do informacione, zë unë 1 vjeta 2 para se me ble Teslën, veç kom këshyrë që si video. I bana disa video, ja nisën komentaret, jo nuk ban, jo ajo shporet, jo ajo mikroval, jo fshise rrymës, zdi qka komentet në hava. Tani hajtë thash se dyqysh interesant, pak mingut, veç shka ishin fanatika, vozicat e dizelit edhe benzinit, dizelit posaçërisht, hirpi dizelit qon tanë botën me një rezervar. Rrymat leq aty 100 metra së në vozit. E për ma shumë, këshirne i kum shti qëtu këto videot e TikTokit që i kum postu atje. Po thom, atje kanë shku halakom, ta këshirit e ju që shpo reagojnë, apo provokoni për këtive videove ajo. Ata komentust që kanë Tesla, ata krejt po shkrujnë qashtu është me vene ki, e kam që ka që vjet edhe ma i knasht që më kanë kur, ato që nuk kanë ker elektrik, myten, jo këtu që shbohat, jo me të prish bateria të kushton 200.000 euro. Jo len gjystudhës, jo me nejt 13 orë në kufi në Hungari, qka ban, këti kum kalu, këshë një video të kalu me kreti janë aty 13 orë kum prit vetë në Hungari në kufi, edhe nuk ndodhi, nuk unal Tesla, nuk unal kjerë elektrik, bateria nuk lëshoj. Pra këshë një videot, edhe nëse keni komente, ose nëse jeni edhe ju të këti mendimit, ju që vëzit një Tesla shkruni a qashtu, ose jo veç Tesla, po kjera elektrik, ka edhe Mercedes, edhe BMW, Audi, krejt markat që tash kam bo kjera elektrika. Shkruni ju a qashtu, dëshmojani këtimve me benzin edhe dizel, e ju të benzinit e dizelit, shkruni fakte vla. Jo bateria të len gjystudhës, që s'm kalon kur, edhe s'ma mermenja që e kalon dikon, jo djegën kerat e Teslës shumë, këshërë në videon, shka djegët ma shumë, a keret elektrike, apo ato dizel me benzin, e sidomos ato hibrid, këshërë në, e mos ingoni ato propaganda, e ato automekanik që ju thojnë, mos bleni kere elektrike, se nuk janë të mira, janë të qia, ato thojnë se vla, ju hu puna tani, se që 4 vjetë sytë s'mi kam pa mekanikt me këta. Ju që jeni me dizel e me benzin, shkruni vla sene reale, jo që i keni një, nëse keni pytje pytni, ama jo lafet plakave. Hajde shimi. A dini pse mekanik t'ju thojnë mos bleni kere elektrike se nuk bajnë ata? Se ju hupët puna, mbesin pa punë. Kur e kisha BMW-en X-Passion, u knaqshmi të pi kafe, gati se cëllën muj bashk, që 4 vjetë sytë s'mi kanë pa. A thu pse? Nuk e di a është të ketë kjerët elektrike njësoj. Ama të që ky, Tesla Model Y, nuk kam vaj me ndru hiq. As të menjaqit e as të motorit. Menjaqit pedini, transmisioni. Do me thonë, nuk kam as servisin me ba.
sikur tjertë që e kanë jo me 10.000, jo me 20.000, jo me 30.000 kilometra. Te ky nuk shkruan kërkon se do të me pas servis. Po shkruan se harrova. Këto fshisat e xhamave me ndru. Ujin e xhamave me ndru, edhe naj filter të ajrit që aty zdi 50-60 euro kushtejte. Pas që ato si kom ndru, që 4 vjetë. Kur një farë servisi. E jo do të me ndru rrypin e motorit me 100.000, me 200.000. E jo mu ka këput rrypi i ventilatorit. Nuk ka. Kur një farë rrypi nuk ka. E jo mu ka nëzane injektorat. Do të mi pastru se po ndridh keri kur pi jap gas. S'ka. Jo alternatori, jo ajo, jo kjo s'po mdhez keri. Këtu s'ka me dhez, nuk ka me dhez, nuk ka qelc. Veç e shtyp gazin edhe hec. As shpejtësia nuk ka, veç para mas. Jo mu ka shpu hladnjaki po mredh uji, mu ka shpu auspuhi, ose me është të ngrisur marmita. S'ka mas hladnjak as auspuh. M'ka marrë malli me shkun mekanik. Jo, frena do të mi andru edhe ato diskat. As frena, as diska. Pse? Pse nuk frenoj. Kiri elektrik vozitet me një pedal. Gas, kur don me hec, kur don mu nal, e nal gasin. Edhe nalet vet. Kjo është reokupërimi, që do me thonë, kur te ek shkamën pi gasit, tu frenu kiri vet e mush pak baterin. Plus edhe në fitim je. Po, është e preferume najherë edhe me frenu që mos me të dryshk ato disqet pa i përdor. Që 4 vjet alo i kam si treja. E tani po ankoni jo ti prit të e mush baterin. Sa ju ka shku juve të prit në për mekanik. E jo lype atë mekanik, e jo ky s'po ndreq mirë, e jo aj keq, e jo ky kupi TikTokit i mirë, e jo i keq. Jo tani sveqicat mu kanë lag, nuk po më dhez keri. S'ka mas sveqica, që thojnë këtime nuk e di. Po, bugjia më do këtë. Bugjijat. A i keni po videot kur hec Tesla në për ujë. Si anije, ato me dizel kanë metë që aty. Hala menoj njerët se nëse he keri rrymës nuj, të kap rryma. E ku jena të rryma, ma lirë se me rrymë me mush ku ka. Ani qësh janë qmimet qëtash që kanë hip benzinit dhe dizelit, ani ma me mush në shpej, kështu në priz, në shteker me shtin. Hala ma lirë. Po me pas një solar, aj që ka shpi, e qet një solar që aty të garaja, mushe pa pare hiq. Sa u banën, sa pjes i numrova që një ker elektrik nuk i ka. Qa që halë më pak. Që kjo ker luksuz, që sa i thojnë luksuz? Luksuz që kur ti hypsh, muni mirë, mos me pas gajle, jo po më prishet aj, jo po më prishet ky, edhe mos me nga mi lyp mekanikat ku janë e kus janë. E dikush tha në komentar, kjo ker për fukara. Jo vlla, për fukara, jo. Po ker, kisha thonë familjar, që nuk të banë shumë shpenzime, edhe është i urtë. Se so do luksus koha. Koha është e qmushme. Kohën që ta hup njeri të lyp mekanik, e të nejtna për mekanik, e të ja bajt gajlen mekanikut. A ma ndreqi, as ma ndreqi. Ky ma i mirë, a i ma i keq. Pishon TikTok, shka po bajnë këtu për la. Për që ata, mos hargjoni ko, bleni kjera elektrik. Edhe s'ka nevoj as mi ba tuning, as me qip, as pa qip. Vet i ka forcën, vlla, PS-at i ka, nuk vinë ma shumë. Që kanë me marri nati këto që vozisin benzin edhe dizel. Ani pak mi ngucë. Sikur që shpo ngucën ato, me mikrovala e me shporeta e shizat rrymës. Apo do një mushti? Hajde shimi. Sa është Tesla e shpejt? Ma keni parashtru pyetjen, që kjo është këtu model Y Performance, edhe është i shpejt. I ka 500
34 PS ose kuaj fuqi. I ka 660 Newton metra. Edhe prej 0 deri në 100 mrin për 3.7 sekonda, që jau ter disa benzincave. Edhe mundi me shkruaj kështu në ekran. Makinat elektrike digjen, ju djegët bateria. Kjo veç propagandë. Kerët me benzin digjen 1000 herë ma shumë. Kështu në qëtë video. Djem Prishtin ka marrë flok një kerë elektrik, specifikisht i brindit Tesla. Hajde të shohim se çfarë na thojnë numrat, a ma shumë digën kerët me rrymë, me derivate apo hibrida. Fillimisht duhet me kuptuar se këtë kerët mund mu digë për arsye ndryshme, qofshin ato defektet fabrikisht që i kanë apo edhe nga faktorë të jashtëm. Tash ti shohim numrat. Statistikisht për 100.000 kerët shituna, kerët hibride digën rreth 3475 herë, kerët me derivate naftë ose benzin digën rreth 1530 herë, edhe kerët elektrike veç 25 herë. Pra numrat nuk kanë hiç ka prita asone. Njerëz, qysh pe shifni, sot është 41 grad. Edhe një herë, 41 grad. Edhe nuk u shkri ki Tesla jem, nuk po shkrihet. S'pedi pse po thojnë me 35 grad shkrihet. Oho, tha ty me Tesla, po të desh ka 7 dit me ardhë në Kosovë, edhe 7 dit me shku, tha të shkoj pushimi, than Tesla. Jo, nuk o qashtu. Nuk e di pse krejt e menojnë se ku me ditë se sa kime nejtë ti të e mush baterin. Këshirën qëtash as nuk e preki, po foli me grokin edhe kjo krejt ma ban. Hej grok, a di me fol ti shqip? Po, mund të flas shqip nëse dëshiron. Çfarë të ndihmoj? Ma ban rrutën të lutem deri në Prishtinë. Prej Vjene, këtu ku jam une, deri në Prishtinë. Ruta drejt Prishtinës u vendos. Sa kilometra është ruta me kerë prej këtu deri në Prishtinë? Ruta totale deri në Prishtinë është rreth 1164 kilometra me ndalesa në supercharger, duke filluar nga Vjena. Okej, faleminderit. Me kënaqësi, diçka tjetër? Jo, qëtash t'ju kallëzoj këtymve që nuk pe kuptojnë se për sa më rri edhe me Tesla, muj me më rri atë shpejt sikur edhe me benzin. T'ju tregoj atynve rrutën. Haha, mos u mërzit, Tesla ta bën siç duhet me karikim të shpejt. Rruga është gati, vazhdo. Okej, edhe qëtash pe këshirme, do me thonë, une jam në Vjenë, qëto, do me thonë 1, 2, 3, 4 mbush se i kam. Te njani, shpeshifni, 30 minuta mushna. Te tjetri, 37 minuta. Te tjetri, 23 minuta. Edhe në fond këto, në Aleksinac, 1 orë. 1 orë. Që kjo në Aleksinac e kum pa, është një supercharger shumë i vjetër, edhe mush ka dalë. Për që ata, edhe pse, po, duhet mu mush këto ma shumë, që me më rrinë tani pre Aleksinacit e deri në Prishtinë. Edhe në fond t'jesin edhe 10% shpeshifni. Do me thonë, 1 orë, 23, 37, 30, zene 2 orë, 1 orë, 2 orë, 2 orë, 23 minuta dishka. Që 2 orë gjys. E qëtash, 2 orë gjys, po më rishë ti ma herët se une. Nuk pi bajon e 7 dit, as 14 dit, po 2 orë gjys, ma ka dalë se ti. Edhe nëse ti nuk nalesh kërkun hiq, a nalesh ti dikon me hangër na i sena, me pi na i sena, a nalesh ti me dhez na i cigare dikon për jashtë, apo e pin kërë, a nalesh me shkun WC, a nashta ki WC në kërë, nuk e di, as nalesh hiq. Nëse nalesh ti 1 orë, atëherë une po më rinshe 1 orë gjys ma herët se une. Kështu që mëse të proni se 7 orë nuk janë. Ama, hargjimet une i kam gjys për gjys me tuat.
bile nashta edhe ma lirë. Qysh ju kum thonë se në rrugë larg ta sa herë shkonin në vit, ose na për shembull kur veçart vina një herë ose dy herë në vit. Nëse dikush nuk ka punë, nashta shkon ma shpesh, ama për pushime vim një herë ose dy herë në vit. Që është për 2 herë në vit, pse 1 orë ose 1 orë e gjys ma shpejt ti mrin, nuk kam kur një farë problemi. Ama në për qytet këtu, kerri me rrym të kënaqëlla. Edhe 9% bateri. Shkoj bateria 40 km. Ku shkon me mush? Abe se shkoj nesër. 6% bateria. Ora 12:45. Edhe ku jam une të mbush si edhe e shtina me mbush. Cak. Edhe shtina qëto. Që pak motor. Shtrak. Qëto ato mush që Toyota. Këto e kemi qëtë mbushësin, për këtë mbushësin kanë kartel, e shtyp qëk. Bëhen katërt, këto duhet më bëhen gjelbërt. Kjo dhe me thonë që është të mush që për kalzanë për 5 orë e gjys, mushët full. Që kerrit papaj thojna deri në mëngjes edhe na shkojna në banesë. Tu flet mushet kerri, na nuk pritna në pompë benzinës. Edhe ma kryesorja 1 euro ora. Të më thonë 5 orë e gjys, 5 euro e gjys, full 450 km. 500 e kusur shkrun, po 450 kështu të sigurta. E nesën mëngjes, që me pim kafën e mëngjesit edhe vi me marim kerrin full të musht. Dikush e qëtë qenin për nevoj jashtë, unë e qës Tesla. Edhe pin shpi, moj me pa kerri të mush, që ko kam ba 9%, edhe që shtash 5 ore 5 minuta, edhe pi këto moj edhe me këshyr kerrin se kush a dikush të ju afru, a jo. Këto janë kamerat live që inqizojnë në tana antë, për mas, për para, kjo për mas, të mush edhe ai Toyota aty për mas. Po, moj piktu me nalë, me lëshu, dhe thonë komplet, kerrin me kontrolu. E ky mbushësi është me 11 kV në orë, nuk është i shpejt, është pit nga dalshmeve. Njerëz, më keni vetë për sa kohë e mbush Teslën. Shash ju kallëzoj. Do me thonë, Tesla ka lloj mbushje, nuk është veç një. Po 3 që i praktikoj une janë. Në shteker të shpis, shtekeri i shpis jep 2.3 kW rrym në orë. Për me mush një bateri, si kurone që e kam 75 kW, dvyn dikon 33 orë. Që do me thonë, kjo është mbushja e kadalshme, që zgat dikon që shpeshefni një ditë e gjys. Kjo praktikohet kur nuk dvyn kerri e le me mush. Mandej kemi mbushjen pak ma shpejt me 11 kW në orë. Që do me thonë, për me mush një bateri si temën 75 kW, dvyn dikon 7 orë. Unë këto e praktikoj kur e la natën me mush. Do me thonë mushët ta natën. Ta fshin tabelen. Edhe mandej kemi superchargerat ose mbushësit e shpejt që janë pin 150 deri në
në 250 kW, ka edhe ma të shpejt, po qëto janë të Teslës, për me mush një bateri me 75 kW, dvyn dikon 25 minuta. Ta fshim tabelen. Po, tot me pas parasysh se nuk e mush, nuk prit kërkush mu zbraz bateria deri në 0% edhe me mush deri në 100%. Të me thonë, shumicën e rasteve, ose te une me 10% nuk priti, ndodhe njëherë, për nuk priti që me mra ma shumë, edhe mushi deri në 80% se është e shëndechme për baterin, mos më u dëmtu. Dhe me thonë, këtu i kemi 70% veç. Në fillim, mushet bateria shumë shpejt, edhe tani prej 80%-shit nisë me ra të poshtë për që të deri 100% zgat edhe ma shumë. Është e komplikume, po njeri mësohet kur ta ka kerën me rrymë. Për që ato edhe shumica pritojnë, edhe nuk blenë, edhe nuk i dojnë kerat me rrymë. Se pak problematik. E thash mas jemi qëto t'ju kalzoj edhe dishka, se qëto mujna me bo edhe muzik, dhe me thonë mujna me bo komplet albumin e që në basin. Haha. E kështu me radhë. Ma me tu prish bateria, shka ban tani? Dosh me gjujt kerën. Jo, vëlla, kush ti ka kallzu këto pralla. Bateria mas pari, nëse e merr kerën e ri, ka 8 vite garancion. Nëse të prishet, ta ndrojnë. Unë hala nuk kom dëgju se dikujna ju ka prish bateria. Bateria do psohet, sikur te telefoni. Dikur nuk ta man tan ditën, po ta man 8 orë, 9 orë, 10 orë, do psohet bateria. Në YouTube e kum ba një video ku kom kërku kera që janë përmi 10 vjet vjetra, i ble qëtash përdorta. Ato e kanë me certifikat se sa ju ka dopsu bateria. As një nuk e kum pa që ka hu përmi 20%, mos ta teproj, ma i keqe 20%, që do me thonë bateria i humb 10% për 10 vjet. Plus, kanë dalë plot mekanik, njerëz po punojnë që miren vesh edhe me kere elektrike. Pe hekin baterin, po janë ndrojnë ato pjesë të prishta, ato cele ju thojnë qeliza bateris, i ndrojnë edhe ta bajnë baterin apet si tre. Po, veç duhet më informu sa më shumë. E jo me ma bo le këtë mikroval. Kërë i kuq. Të bajnë atë bardhë. E, qështu. E, super. E bo me të lanë Tesla në autoban pa rrym, jetë aty shka ban tani. E dikush mundet me met në autoban pa rrym, në i plak që s'ka lidhje. Ai që di me përdor iPhone e Samsungin, di me përdor edhe këta, edhe ato nuk e len. Jam në Vjenë të Austrisë, edhe po du me shku në Kosovë. Pe shkrujna Prishtinë. Edhe ta jep ky komplet se ku ke me unal. 1, 2, 3, 4. Aty une nuk mushna komplet. 10 minuta deri sa të mri në stacionin tjetër. E mush deri 100 edhe tani vozit deri në 0, tani duhesh monal me prit. Jo, bava ki aty ki 50%, po ty të vyn deri te tjetri vetëm 10% që ato i mush shkon te tjetri. Do të thonë ky ta cakton komplet rrutën ku ki monal, sa ki mu mush, me sa mrin. Nuk jetë në autoban. Edhe plus, edhe me 0% i ki dikun edhe 20 km që 4 vjetë e vozitit Teslën, ju më kanë 3-4 herë në Kosovë, në Macedoni, në Shqipëri, ju më kanë në Barcelonë, e Temas, në Kroaci, kur nuk më kalon në autoban. E qëto e ka Tesla për parësi, ndallim për kereve tjera, elektrike, që i ka superxhaxherat e vetë, edhe s'ki nevoj më mundu me planifiku udhtimin veç e jep cilin edhe ai ta ban vetë. Tha nëse nuk du me shku në për Serbi, a ta ban edhe ky rrutën, ta ban rrutën, edhe ato vetë groki.
He grok, Çfarë mund të bëj për ty? a ma bën rrutën prej këtu në Vjenë deri në Shqipëri, pe marim Shkodër, që mos t'i bi nga Serbia, por direkt në Kroaci, Maltëzi dhe Shqipëri. Ruta prej Vjenës në Shkodër është vendosur, duke shkuar nëpërmjet Kroacisë dhe malit të Zi, duke shmangur Serbinë, me dalesa në karikues. Do të mbërrim nesër në varësi të trafikut. Do me thonë, që shpeshifni 16:23 ora, 6 stops, 6 herë me mush, edhe 14:56 minuta, do me thonë 15 orë, në bën ky udhëtim. 1132 km, ora 7:19 nesër mëngjes. Mrina atje. Çto janë stopat? Këtu, ku janë këtu? Këtu janë në Vjenë, okay. Do me thonë 1, 2, 3, 4, 5 edhe 6 më mrin në Shkodër. Se e bona deri në Shkodër. Se superchargeri i fundit është qëtu. Që të vend në Kroaci. Maltëzi nuk ka superchargera, as Shqipëri jo, do me thonë ky mrin deri në Shkodër. Po nëse ka këto do një mbosh të shpejt tjerave firma, mundi me mush këto ose në Shqipëri ka plot. Çtash ju pyetët, do me thonë sa mushmi këto i kemi, do me thonë pri Austrisë nismi, normal se unë i kam veç 17%, do në mush këto kur të nisna, po e mushin shpe. Do me thonë i pari stacion është Maribor, mushmi vetëm 13 minuta. I dyti është Jastrebarsko, Kroaci, mushmi vetëm 12 minuta. Në Kroaci prap 27 minuta. Në Split vetëm 9 minuta. Do thonë, e dhez një cigare edhe vazhdon. Edhe Vrgorac, ku kjo në Kroaci 50 minuta, këto normal mush është ma shumë, për me mrin në Shkodër. Edhe ato mrin me 31%. Edhe mund është me që ato 31%, ndoshta s'mund është me mrin deri në Prishtinë, do është më mush edhe njerë në Shqipëri dikon. Ose në Kosovë, kudo që shkoni. Qa është dikush pyti, janë të nxanë superchargerat. A shifni qëto numrat qëtu? Këto janë 5 venet lira, këto janë 2 venet lira, këto janë 7 venet lira, qëto, s'pas ka vend lirë në Kroaci, këto nuk e di, nuk po shkruan, pe këshirë me këto ku s'ka vend lirë, këto po thot 5 minuta pritje, do më thot është 5 minuta me prit në ren, se janë të zantë. Çmimet, a shifni çmimet për kilovat, do më thon 0.45 në qëtë pjesë, këtu është pi orës 8, këtu dikun në ora 12, këtu 21, edhe mas 21 të ra, do me thonë mramje është vetëm 21 cent, që shkojna të qëki tjetri. Kjo ku ke kjo në Kroaci, që po shkojmë në Grac, jo, ku kjo? Në Maribor të Slovenis, 37 cent, ditën qëtash 17 cent në mramje për kilovat. Kush thoj ke 70 cent? Çfarë të 70 centi? Që po këshirëmi këto në Vrgorac të Kroacisë, që këtu qështu doket, i keni këtu fotot, që superchargeri, qështu doket atje, i keni pin 0 deri në 4, 21 cent kilovat. Dhe do me thonë, pin 8 deri 21, ditën është 45 cent për kilovat. Dhe me thonë, krejt, ja u kalzon. Që në bile ja u tregon edhe venet. Dhe me thonë, qëto vene janë dzanta. Qëki janë dzanta, qëto të kaltërtat janë venet lira. Krejt, baco. Për që ato unë e thonë, kerat elektrik, krejt janë të mirë, po softverin, ma të mirë se Tesla, nuk e ka asë një. Hiq, harone. .com. Njerëz, unë e shkrujta edhe kalzova drejt. Qyki Tesla Model Y, unë e kam performance,
është pak ma i shpejt se ai long range. I ka 534 PS. PS është fjede shteke, që është kuaj fjed shteke forcë. 393 kW. Apo edhe 3.7 sekonda 0 deri 100 e mrin. E ju po më shkruni kiri Gokit, Lamborghini, ai Ferrari, kret me dy karriki, o vlla, nuk është ky ker sportist, nuk o ker për gara, po e ka fuqin. Kjo ker familjar, këshirne për mas, ven për 3 komod, ven poshtë e kam, sa dush, bagazh për mas, sa dush, bagazh për para, ker familjar, po edhe sport. E lema ti mu Lamborghini. Po edhe ati si alshoj rrugën, jo. Inshallah s'jeni një të provokum, edhe shkruni ma shumë komentare. Këshirni edhe Adi Tesla, e kam edhe kanalin në TikTok, bëmeni edhe agje follow. Këshirni komentet agje, nëse këtu nuk ka shumë, nëse nuk shkruni. Se di pse ma shumë po komentojnë në TikTok se sa në YouTube. E për më shumë si video, mos harroni me bë like, që me shpërnda, subscribe nëse nuk e keni bë, i merrni sa herë videot e reja kur dalin. Qysh ju thash, çdo javë video të re, vlog 3, edhe mbeteni të përshëndetur, ju përshëndes, ju du gjithve, edhe miru pafshim.